Çështja e zemrës apo e gafletit e zemrës është çështje aq serioze, saqë njeriu mund të merran lajthitje pa e vërtetë. Thot la tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Këtë fjalë ja ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Para mendoj njeriu më të vetëdijshëm që ka jetuar në jetën e kësaj bote. Njeriu më të përsosur. Megjithatë ai ka thënë Allahu wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Kurse si mos ju bind, mos e paso atë të cilit ne ja kemi lënë zemrën e tij në harres apo në gaflet, në shkujdesje. Nuk është Allahu ai që e ka lënë këtë gjendje, por është ky që e ka përzgjedhur këtë gjendje, prandaj Allahu po e jep sqarimin. Wattaba'a hawa, sepse ai ka pasur epshin e tij. Pra arsyeja që Allahu e ka lënë këtë gjendje, këtë njerëz është për shkak se ai e ka pasur epshin e tij. Ai ka synu vetëm me e ushqy epshin e tij dhe e ka harruar Allahun. Aghfalna qalbahu an dhikrina. Pse me qenë pe përkujtuesve të Allahut, me qenë pe adhuruesve të Allahut, do të me pas në lirësi, do të me meritu një epitet tillë, do të me meritu një status tillë. E kush e meriton? Ai që se haron Allahun. Ai që haron Allahun, pastaj e pason epshin. Kur e pason epshin, pastaj përfundon në shkatrim, përfundon në humner. Derisa Allahu e ka porosit Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wasallam për një rrezikshmëri kaq të lartë të devimit dhe të mashtrimit, si është fjala me ne. Ky ajet kuranor realisht është mësim i përjetshëm për ne. Dhe unë preferoj që këtë ajet ta përkujtojmë sa më shpesh që të jetë e mundur, sepse na mundson atë zgjimin që ne po e synojmë edhe po dëshirojmë ta trajtojmë këtu dhe ta kuptojmë, ta aplikojmë në jetë pastaj. Pra, në raport me përmendjen e Allahut, e tash këtu përmendja e Allahut realisht e simbolizon komplet fenë e Allahut. Komplet feja e Allahut është përmendja e Allahut, është dhikri ndaj Allahut. Dhe përfshir dhikrin e përgjithshëm është edhe dhikri specifik që është përmendja e Allahut për kujtimin përmes tesbihut e kështu me radhë.